absolutisht ka hapësirë për diskutim në këtë sferë. Mund të ndodhë në të ardhmen, domethënë nëse ka mos kujdes të tillë, po unë po them pse është shumë i rëndësishëm, nuk janë protokollet, diplomacia e kërkon ka, si me thonat, teknikën e vet, manualin e vet, duhet me pas shumë kujdes. Për shembull, për mua ishte dyqyshe pa kuptim, ndoshta pse ka pas, edhe po të besonte që është i zoti president nga Letonia, pse duhet të hynte në aq shumë detaje, në aq shumë, domethënë, biseda. Prandaj po them, shpresoj që kjo të jetë një mësim prej një gabimi, sigurisht që i pa qëllimshëm, besoj që edhe kabineti, e keni parë, besoj, arsetimin e qeverisë Kosovës? E kam parë. Kanë qenë të jetë ngarkuar, kanë ndodhur 2 ditë pas zgjedhjeve, kështu ka qenë. Pa tash, çka me komentu? Në tash imagjinoni sa janë ngarkuar shtetet të cilat kanë komunikim intensiv me shëmicën e vendeve të botës, edhe sikur të kishim qenë jashtëzakonisht ngarkuar, do duhet të shenim ato komunikime, ato urime që ka marrë partia në pushtet nga themi kushtimisht përkrasit e kësaj qeverie, mirë po sa diun e ka pasur jashtëzakonisht pak reagime nga jashtëzakonisht pak urime nga jashtë. Unë nëse më kujtohet bashkë ka qenë i publikum si lajm që presidenti i Letonisë ka uru, më duket nëse nuk ka bëj. Po nuk është, domethënë nuk po dojmë me hy tash në detaje, veç që me thonë gabimi është bë, është evidentu, çka do që mundohemi ndoshta me arsyetu. Do të diskutojmë edhe pasojat, zonja Jo, Ruzha. po të me thonë pasojat duhet t'i vuajnë, si me thonë personat përgjegjës, të cilët e kanë për detyrë që mos të ndodhë. Shtetja ka pasojat këtu. Nuk besoj që ka, nëse s'ka pas për shembull presidentet e tjerë, personalitetet, por mund të kishte. Prandaj po them, unë nuk jam për ta edukuar në një mënyrë atë grupin që është afër por për ta analizuar situatën, se çfarë ka ndodhur, pasojat. Veç po them, shpesh ne mund na vi dëshira, si më thonë, në komunikimet ndryshme, në situatat ndryshme, të zbrazemi, të themi, ndoshta të gjitha ato që na preokupon, por në komunikimet diplomatike ka një farlloj protokolli edhe duhet me ditë deri ku shkon njëri me biseda. Ne për shembull hiç kur gjë po i shohim edhe nëse nuk kemi shumë përvojë, kemi pa raste, për shembull, se edhe përmes filmave, përmes dokumentarëve se si mund të keq interpretohet, keq përdoret një komunikim, qoftë edhe privat, domethënë i dikujt e lere më një komunikim diplomatik. Prandaj unë veç shpresoj që të mësojmë gjithë nga ky gabim, edhe që të gjithë në institucionet të jenë vërtet ma serioze dhe ma të përkushtuar që kësi gjërat mos ndodhin ma të tjera. Sulja, edhe një pyetje të kjo temë, pasojat.